Zesh tash jem të tornoja. Torno. Po më intereson me ditë pak funksionimi i saj qysh bot, çka ma thjesht punon me to. Po. Kjo përbëhet prej bazës kryesore. Baza kryesore bëhet prej gusit zi. Gusi zi është i rond. I rond edhe është i rshitshëm. Ta rshitsat janë të gusit krejt, por me rshit supporti. Që kjo support. Support gjatësur. Kjo është support tërthur. Kjo është support i vogël. Qëre si leviz, qëre si leviz, qëre. Support i vogël. Support i vogël kthehet në shkallë. Që tu i ka shkallët, edhe kthehet në shkallë, por me bon koniket ndryshme. Konusa me bo koniket ndryshme me bon. Shemo, kthehet kjo. Kjo është e vendost në këtë bazamentin, kjo është kuti e shpejtësive. Thirret kuti e shpejtësive, shqip. Unë e shqip jam të full. Kuti e shpejtësive, ka disa shpejtësi këtu, për shembull, vija kuqe, këtu, fusha e kuqe, qëre, fusha e kuqe, vija e kuqe, atëherë kje 180, e ki rotullimet. Se rotullimet do të ndrohen gjatë punës, jo me një rotullim së në bënë kur gjo. Me një, tornoja e drunit i ka 2-3 shpejtësi. Po të veti dhe diçka në falë, se po të ndërprit. Për shembull se i kum dëgju shpesher, se na po shumë vena, edhe kum dëgju shpesher, thot, kur është shpejtësia e vogël, fuqia është më e madhe, a është e vërtetë? Sigurisht. Shpejtësia më e madhe, edhe tash në varet pe thikave, thikat ma nuk djegen, atë ma ka dole punon, ma nuk djegen thikat, po me torno me punu, lypen sekundat, jo minutat, minuti është i madh, me sekonda, minutat plus sekundat, por me kry një detalj. Se jo ti me bo 2 orë një detalj, te ta krysh, a kur kryhet aj për 12 minuta për shembull, ti bën 2 orë, ajo është humbje. Ta qërë, po. Kjo është kutia shpejtësive, e vendos këtu. Kjo është kutia Norton. Se Norton, u kun aj zbulusi që e ka zbulu. Tash këtu, komanduhen shpejtësia e supportit gjatësor, supportit kryesor, e komandon shpejtësin sa me orë kështu. Sa mu këty mrapa, sa mu kështu, ka djath, majt, edhe tani kjo përbohet pej bushtit, filetus, me që të bësht, ziren filetat, me që ta punohet si përfaqet, e kjo është komanduse, kjo është majt djath. Por mas i ka rrypat, poshte ka motorin, edhe që kjo ka për shembull motorin 7.5 kW, drita këtu, se pa drit, më punuar zër. Kjo është koka shtërnguse, me 3 nofulla. Nofulla u thënë tyne, se nofullat e njeriut, kur kap dishka, nofulla. Tu nofulla, edhe shtërngohet. Dhe so diametri për shembull, po, të mvaret pej koke, që kjo është 250, fi 250, kjo kap të 280, për shembull më janë rrugë, ata dhëmë, kap të 280. Po unë shka kum bo, kum punu nofulla, shumë nofulla kum punu, por se në matë mloja. Veti ke punu? Po veti kum punu. Për shembull, bandashat rrotë e kerrëve, janë 20 cëllë, 18 cëllë, 19 cëllë janë. E për mi punu mrena, ajo është shumë e madhe. Me këtë kokësën e shtërngon, jo, i kam këtu. Që këtu, ja vendosi kështu, edhe hopet diametri. Këtë ke punu vetë? Këtë vetë këtë. Zesh me çfarë materiali më shumë për shembull se tash varësisht nashta po thonë varësisht prej për çka shërben, çaj farë pajisje, do të materialin mja përshtat. Se këto sigurisht u kanë vesh për me shtërnguse. Nuk është diçka që me thonë... Jo. Tash folëm për torno. Për torno folëm. Tash
Nëse dalë për qeliqe, folim edhe për qeliqe cilat përduren mas shumë të cilat mund mu përpunu në tërno. Se janë do qeliqe që nuk mund mi përpunue. Se ato janë kalite, janë forcu në fabrika, janë forcu edhe ato nuk përpunuhen mo, e kanë kry procesin. Procesi kryhet kur të kaliten pjesët, kaliten edhe atëherë ata nuk mund mu përpunu. Përpos nëse na ka nëherë bojmë ato në një nëzejmë e futum në hi, edhe i lom, muftuf, kadal, edhe i hup kalitja, forca. I hup pak, e punojmë edhe apet të me forcue. Dhe shkojmë të metolit, shpeshër këm dëgjue për marrë shamë matë vjetrit sopatën. Thët, jepi uj, ose kur bot kalitja e një, për marrë shamë në këtë rast një sopatës. Kur shkojmë na të një farkator, për shamë në fark me shti, me kalit, për mja në dzera, tehin mi që shduhet, a do të me dhonë uja, s'do të, a që është problemi ty nëse shpesh e thot, jepi uj shumë, a më vorë pej metalit. Disa nuk e njohin bashkë mirë këtë punën e metale, ose njohin edhe e merë hekurin pat korbanizum se qeliqe daluhen. Qeliku me karbon, qeliqet e furta me vanadium, me molibden, me wolfram, ato janë shumë të furta, edhe qeliqet e thjeshta. Qeliqet e thjeshta na i thëjmë hekur. Tash u dalë pe sistemi fjalla hekur. U dalë nuk përduret. Qelik. Qelik po, qelik pa karbon. Qeliku është i furt, në bazë të karbonit. Vorët se soj qëtë ti karbon mrena, a i forcuhet. Edhe, tash sopota në këtë rast, ka karbon mrena, metali, ka karbon. Aj, sopota, kur të nëzehet, që katët atje, të aj farkatari, edhe duhet mu kalit mu nëzej, edhe mu kalit. Po nëse, duket nëse o qelik i furt, e ke kalit, tani shka duhet me bon, e ke kalit, duhet apet me nëzej, njap 200 grada, 300 me nëzej, edhe me lonë kadal e muftuf ajo vetë, që me orë lidhja e metalit mrena, me orë lidhja tamon sa dohet. Se mu kalit tepër, si të më shosh drunit i bjen cup. Atë ka ndodhë në i herë për shemë sakicës mira. Nyë, ne një drunit ta hek cup, ta hek ta thënë sakicën. Ajo është e kalit në tepër, edhe ajo ka pos nevoj mu nëzhe pak, te 300 gradë maksimal, edhe mu lonë veti me orë. apo në punë të shka me torno, jem kër është torno me po qysh. Sa ma shumë të fullum, Këtë raste, mos po na i dhënën inxhinierat, se une se kum studiu, po une kum su normal. Po sa na ma e mirë është përveç teorisë, ta më është dhe praktika. Pse kitë bëjt drejt për drejti me prej këtë metalit. Sa materiale masore që? Ky është një lloj qeliku, qelik është i bushtave. I bushtave ndryshët maqina. Ky është qelik i mirë është, po nuk është i forcum sa sikur pjesë të veglat e dishka, nuk është. Po është ky bushti, se bushti nuk do në mu forcu shumë se mundet mu put. Mundet mu put edhe se me konë tepër i put. Na thujmë shpesh ish i jeger. Ish i jeger, ajo i jeger nuk bon me konë bushti. Bushti nuk bon me konë i jeger. Që për shemull, që tash jam broj shpejtësin këtu, jasë në 400, që kjo fusha e zezë, këtu fusha e zezë, kjo dërza në 400 për rënë. Shumë është interesant, këtu makina janë Vojvodinës. Qëre, kjo është fika 45 shkollë, me to mujnë me bo rafshimin e bollet, edhe gdhendjen e jashtme, mujnë me bo, për tjera... Sa shpegojmë një gdhendje? Po, një gdhendje t'jashme përpojnë. Po, edhe balore, edhe t'jashme. Edhe i zëmë këtu.
Këtu e ka, thashëne, e ka, rregullohet këtu shpejtësia e suportit. Po, sa dush, për shembull, që këtu, që në cepë, jo? Këtu, që shpejtësi bon modern, ma shpejt nuk o mirë. Kjo është maksimal që si pas diametrit, metalit, copës edhe shpejtësia rregullohet.